إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na e shto diturinë. Vazhdojmë në librin Kuptime të dhuruara nga Zoti për ajetet e Kuranit. Jemi në vazhdim të dobive që I ka përmendur autori Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, Allahu e mëshiroft dhe e falt, si dhe neve dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Thot në dobin numër 31, në lidhje me ajetin e surës Tauba, ku ka thënë Allahu I lartësuar: "Wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Pra, luftojni mushrikët të gjithë, ashtu si që luftojnë ata të gjithë pa përjashtim, dhe dijeni se Allahu është me të devotshmit. Ka thënë autori, rahimahullah, në këtë ajet ka disa dobi. Dobia e parë, prej çka përfitohet prej ajetit, ose kuptimi që e jep ajeti, është obligueshmëria e luftës kundër mushrikëve. Sepse kur ka urdhër në Kur'an ose në Sunet, do të thënë në esencë tregon se ajo është obligim dhe nuk përveç nëse ka ndonjë argument tjetër që e largon prej kuptimit të obligimit në ndonjë kuptim tjetër. Prandaj në këtë ajet urdhri është për luftë kundër mushrikëve dhe ai nuk ka përjashtim që nënkupton se është obligim. Dhe lufta do ta sqarojmë në dobi të tjera. Vazhdon autori rahimahullah, thot, dobia e dytë prej këtij ajeti ose kuptimi që nxirret prej këtij ajeti është se ky obligim është për të gjithë besimtarët. Edhe prej ku merret kjo se ky obligim është për të gjithë besimtarët? Nga fjala ku ka thënë Allahu wa qatilu, do të thënë luftojni. Jo prej fjalës kafe, të gjithë. Pasi këtu të gjithë është për qëllim mushrikët, do të thënë luftojni të gjithë mushrikët pa përjashtim. Kjo sipas komentimit më të saktë, kurse urdhri I Allahut për besimtarët I përfshin të gjithë besimtarët vetë fjala qatilu, se është shumës, luftojni, do të thënë ju o besimtar. Mirë po, ky obligim që I përfshin të gjithë besimtarët është obligim kolektiv. Do të thënë nuk është obligim individual, është fard alel kifaje, jo fard ain ose fard alel a'yan. Nuk është pra lufta
fard ain. Pasi kemi përmendur edhe tjera herë, lufta ka lloje të ndryshme. Do thënë lufta me kur vjen lufta kundër armiqve, do thotë ajo është kategoria e fundit, dhe aty ka nën kategori të tjera. Një prej tyre është lufta me sqarim, lufta me gojë dhe me shkrim, do thënë që të sqarohet, të mbrohet Islami prej sulmeve të armiqve të Islamit, të sqarohet devimi i tyre, edhe të mbrohet drejtësia e Islamit. E kështu me radhë, kjo është luftë që është obligim për muslimanët. Këtë luftë nuk mund të kryej secili, por e kryejnë ata që kanë dituri. Edhe pastaj vjen lufta me armë dhe me trup, domethënë atëherë kur nevojitet, edhe kjo gjithashtu është diçka që nuk mund ta kryejë secili person, por është obligim i përgjithshëm, obligim kolektiv. Thotë nëse e kryejnë këtë obligim një pjesë e mjaftueshme, atëherë u hiqet detyrat të tjerëve, por nëse nuk e kryen aq sa mjaftojnë, domethënë se të gjithë kanë mëkat. Ky tham se obligimi është gjithëpërfshirës për të gjithë besimtarët, mirë po tham se është kolektiv. Prej ku argumentojmë se është kolektiv dhe nuk është individual? Prej fjalës Allahut, ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Pra nuk është e drejtë që të gjithë besimtarët të dalin për luftë. Pra nuk është obligim dhe nuk është kuptimi sakt që të gjithë besimtarët të dalin luftë. Edhe po ashtu në ajete tjera, siç është ajeti ku ka thënë Allahu leysa 'alal a'ma haraj, do të thonë i verbri nuk ka mëkat, edhe i çali nuk ka mëkat, e kështu me radhë, do thotë ka përjashtim prej disa besimtarë kanë përjashtim prej obligimit, që do të thonë se obligimi është fard kifaje, që nëse zbatojnë atë obligim një numër i mjaftueshëm i muslimanëve, hiqet obligimi prej të tjerëve. Edhe kuptohet se lufta është një prej adhurimeve, prej veprave të mira, dhe ajo vepër duhet bëhet me dy kushtet, që të jetë sinqert për Allahun dhe të jetë sipas ligjit të Allahut, sipas ligjit që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, jo sipas tekave të njerëzve, jo secilit që i kujtohet edhe t'i urdhroj njerëzit për luftë ku nuk është sipas rregullave që i ka caktuar Allahu. Do të thënë lufta ka rregulla në Islam, edhe me që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, do të thënë pika kulmore e Islamit është xhihadi në rrugën e Allahut. Thotë s'ka dyshim se me që janë bazat, kanë rregulla rigoroze, pastërtia, namazi, e tjera, agjerimi, zekati, do të thonë kanë rregulla, ka kushte, ka shtyllat e ibadetit, ka obligimet e ibadetit, kushte pa të cilat ibadeti nuk bëhet obligim, kushte pa të cilat ibadeti që është obligim nuk plotësohet, e tjera me radhë. Do të thonë janë për secilën çështje në Islam është e këtillë. Do të thonë edhe kur njeriu siç ka thënë një prej mosbesimtarëve dikujt prej sahabeve, a ju ka mësu pejgamberi juaj çdo gjë, madje edhe si të pastroheni pas kryerjes nevojës? Ai ka thënë, na ka mësu neve çdo gjë, na ka mësu edhe si të pastrohemi pas kryerjes nevojës. Do të thonë nëse ne në Islam kemi rregull se si hyjet në banjo, si hyjet, do të thonë, nevojtore për ta kryer nevojën, edhe si ulet njeriu dhe si pastrohet pastaj e tjera, do të thonë edhe si del, pastaj si pastrohet me avdes, me gusël, me gjitha këto, gjitha këto janë të sqaruara në detaje dhe duhet muslimani patjetër tu përmbahet atyre. Atëherë si do të ishte puna për pikën kulmore, pikën e kulmit të Islamit, atë pikën kur kompletohet Islami, patjetër se dhe ai është me rregulla, kështu që secili që pretendon xhihad nuk do të thonë se vepra e tij është xhihad. Këtë duhet ta kuptojnë muslimanët, edhe duhet ta kuptojnë armiqtë e Islamit.
Pra vetëm pse dikush e quan veprimtarinë e tij xhihad, kjo nuk do të thotë se ajo me të vërtetë është xhihad. Pra nëse del dikush në rrugë dhe bën ndonjë kërcim, ndonjë valle, edhe thot unë jam duke fal namazin e xumas, që është ibadet shumë i rëndësishëm, edhe kush e kundërshton atë thot ti je kundër namazit xumas, ti je kafir, nuk e përkra sepse unë jam duke fal namazin e xumas kurse ti po më kundërshton. Atëherë njerëzit do ta kishin kuptuar se ky është i çmendur ose është shejtan mashtrues. E njëjta vlen edhe për çështjen e xhihadit. Nëse del dikush bën ndonjë vepër kriminale, terroriste, etj. Dhe thot ky është xhihad, edhe pastaj kush e kundërshton atë thot ky është i pagum nga mosbesimtarët, ky është që e mohon xhihadin, është i shitur, është bashkëpunëtor i armiqve etj. Me epitete ndryshme. Edhe këtu musliman duhet ta kuptojnë se njeriu që e bën këtë ose është i çmendur ose është shejtan devijues. Prandaj këtë duhet ta kemi parasysh se nuk do të thotë që vetëm ekzistimi i urdhrit për një vepër të lejon që ta bësh atë vepër si duash ti. Pra këtë besoj që secili musliman e kupton. Prandaj është dhuntia e Allahut me akiden e drejtë selefie që ti kuptojmë çështjet nga baza. Si ka thënë Allahu wa'tul buyuta min abwabiha. Do të thonë në shtëpi duhet hyjet ka është dera. Edhe në çështjet e Islamit hyjet nga dera. Do të thonë puna e namazit ka një derë që duhet hyjet në namaz. Puna e xhirimit ka një derë. Puna e zakatit ka një derë. Puna e xhihadit ka derë nga e cila duhet hyjet, edhe duhet veprohet ashtu si janë rregullat. Dhe jo secili që pretendon edhe vërtet është në këtë punë të shenjtë edhe madhështore, pasi xhihadi është punë me vlerë, edhe është çështje madhështore e Islamit. Dhe këta njerëz që kanë hyrë nga dritarja dhe nga çarrat e shtëpisë e kanë prish imazhin e fjalës xhihad, saqë sot nëse e përmend këtë fjalë, do të thonë je njeri i dyshuar edhe i sulmuar dhe i akuzuar etj. Por kjo është për shkak se ata njerëz që pretendojnë nuk e zbatojnë sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe prej këtyre çështjeve një që duhet dihet është se xhihadi, lufta në rrugën e Allahut, është fard kifai. Do të thonë obligim kolektiv që e kryejnë ata që janë të thirrur, edhe ata që janë kompetent, ata të cilët i thrasin autoritetet. Do të thonë xhihadi është çështje që është në dorën e pushtetarit, edhe kur pushtetari thirr për luftë, i thret njerëzit që ai e di se janë kompetent dhe të përshtatshëm për atë punë, për punë të ndryshme të luftës. Pra që mos zgjerohemi shumë në sqarimin e detajeve të luftës. Këto janë vetëm shenja, isharete që njeriu ta kuptojë se si shkon, do të thënë, rruga e luftës. Nuk është vetëm që dikush të pretendojë edhe të vrasë një njeri të fajshëm ose të pafajshëm, ose shumë njerëz, edhe të bërtas Allahu Akbar, edhe të thotë se kjo është xhihad, edhe tani muslimanët patjetër duhet ta përkrajnë, sepse ky ka thënë Allahu Akbar. Kjo nuk është e saktë, vëllezër dhe motra, edhe kjo është punë shumë e dhimbshme që i prek muslimanët edhe e ka prishur imazhin e Islamit dhe të muslimanëve. Dhe të gjithë jemi dëshmitar se sa damet shumë ta ka vënë edhe në jetën e përditshme të muslimanëve. Mos flasim për thirrjen në Islam, për hapjen e Islamit, do thotë kjo është ndër pengesat më të mëdha, edhe ndër problemet më të mëdha që i hasin muslimanët në rrugën e tyre. Dobia e tretë që përfitohet nga ajeti për cilin jemi duke folur, thot
autori rahimahullah, anna hadha al-qitala li jami' al-mushrikin, la yakhtassu bihi ahadun duna ahad. Pra duhet dihet se lufta për cilën jemi të urdhëruar është kundër shirkut, edhe kundër të gjithë mushrikëve. Pra lufta është për shkak të shirkut, nuk është për shkaqe politike ose për interesa të dunjas, për pozita, për pasuri. Prandaj i shohim se këta që pretendojnë për xhihad i sulmojnë disa grupe dhe i kursejnë disa grupe të tjera. Ndërkohë që të gjitha ata i bashkon emri i shirkut. Nuk ka dallim. Pra këtu në këtë ajet ka thënë Allahu qatilul mushrikina, do të thonë luftojeni mushrikët. Prandaj lufta kundër të gjithë mushrikëve është njësoj, nuk ka lidhje pse ky ka tjetër lloj, do të thonë politikës, ky tjetër lloj të politikës, ose te ky mushrik ka pasuri, te ky nuk ka pasuri, do të thonë kjo nuk i bën dallim këtyre dispozitave. Çështja e katërt thot se ata të cilët nuk e pranojnë pra fenë Allahut, që janë ateistët dhe pra llojet e ateistëve që quhen dehri dhe të tjerë, ata të cilët thonë se nuk ka Zot, janë më parsor të luftohen se sa mushrik të tjerë. Do të thënë ata të cilët se pranojnë as pak adhurimin ndaj Allahut. Thot mushrikët pretendojnë se adhurojnë Allahun dhe krahas Allahut adhurojnë dikën tjetër. Dhe ata luftohen për shkak të shirkut. Kështu që nga ky ajet nxjerr këtë dobi autori rahimahullah, do thot nëse luftohen për shkak se adhurojnë tjetër kanë përveç Allahut, bashkë me Allahun, atëherë ata që nuk e adhurojnë as pak Allahun janë më parsor që të luftohen se sa ata tjerët. Gjëja e pestë ose dobia e pestë nga ky ajet është se lufta kundër mushrikëve është me dy kushte. Një kusht që ata të jenë mushrik, do të thonë të jenë shirk, dhe kushti tjetër që ata të luftojnë. Prej ku nxirret kjo dobi? Sepse në ajet ka thënë wa qatilu al-mushrikin, pra luftojnë mushrikët kafatan kama yuqatilunakum kafa. Siç ju luftojnë ata, luftojnë mushrikët, siç ju luftojnë ata juve. Do thotë pra mushrikët luftohen nëse janë që i sulmojnë muslimanët. Pra nëse janë që nuk pranojnë paqe ose nuk pranojnë të japin xhizje, atëherë luftohen. Nëse hiqet njëra prej këtyre cilësive, hiqet cilësia e armiqësisë së luftës. Do të thonë ata nuk i sulmojnë muslimanët, nuk i luftojnë, kanë marrëveshje me muslimanët, atëherë nuk lejohet lufta kundër tyre. Edhe kjo është ajo që sidomos në këtë kusht është që bëjnë shumë shkatrime edhe devijime grupet terroriste nëpër botë, që paraqesin se Islami do t'i vrasë gjithë njerëzit, dhe kjo nuk është e vërtetë. Pra Islami do t'a përhap të mirën, tauhidin, rrugën e drejtë, dhe derisa të paraqitet pengesa. Nëse del një pengesë që nuk e lejon përhapjen e Islamit, edhe madje nuk lejon, madje edhe nëse duhet luftoj, do të thonë dalin grupe që luftojnë për ta ndalë Islamin, ata luftohen. Kurse tjerë që nuk e pengojnë Islamin dhe që kanë marrëveshje me muslimanët, ata nuk luftohen. Gjithashtu edhe nga ana tjetër, nuk luftohen ata që nuk janë mushrik. Po ashtu, siç janë kriminalët, do të thonë nuk bëhet luftë kundër tyre për t'i vrarë kështu me radhë, luftohen ata për t'u sjellë para organeve të gjykatës e kështu me radhë. Xhavarixht për shembull, edhe të ngjashëm, pra nuk luftohen siç luftohen mushrikët. Luftohen që të pengohet krimi i tyre, por nuk luftohen si lufta kundër mushrikëve.
Pra ta kuptojmë, për të luftuar duhet të jetë mushrik edhe duhet të jetë luftues. Kështu që ai mushrik që nuk është luftues, nuk luftohet. Qoftë edhe si grup, qoftë edhe si individ. Prandaj gratë, fëmijët, pleqt, të smurët ose gjithashtu edhe murgjit që janë në për kishat, manastiret e tyre ose në për sinagogat e tyre kështu me radhë, janë të ndaluar të luftohen, sepse ata nuk e luftojnë, thot, me armë islamin. Luftohen ata me gojë, siç e luftojnë me gojë islamin. Pra kjo është një pjesë e këtij aspekti që duhet kuptohet drejtësia dhe mëshira e islamit, që e kanë prishur këtë imazh, do të thonë, të cilën e kanë prishur këta grupe të devijuara pasues të shejtanit. Tjetra dobi, thotë e 67, është se ky ajet përkujton për ikhlas. Do të thonë që lufta duhet bëhet vetëm për hir të Allahut. Dhe se në luftë shkohet për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala, jo për të arritur interesat dunjas ose për të arritur për t'u treguar se është dikush trim ose për të arritur qëllime politike e kështu me radhë. Pra luftohen për shkak se ata kanë një cilësi të cilën e urren Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, domethënia e këtij ajeti është, sikur të thotë, që shkaku pse ju i luftoni ata o besimtar, le të jetë, domethënë shkak për luftën kundër tyre të jetë që ju të pajtoheni me vullnetin e Allahut. Domethënë atë që e do Allahu, besimtar duhet ta duan dhe ta përkrahin, atë që nuk e do Allahu duhet ta urrejnë dhe ta luftojnë. Po ashtu, dobia e 8 këtu është se kjo është nxitje për muslimanët që të jenë vendosur, edhe gjithashtu është kjo t'i kthehet me të njëjtën masë puna që e bën dikush, do të thonë t'i kthehet me të njëjtën masë, pra të luftojnë gjithë ata siç ata i luftojnë të gjithë besimtarët. Çështja e 9, do thotë, është përgatitja edhe përpjekja për ta zbatuar devotshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se në këtë mënyrë, do thotë, vjen ndihma e Allahut, sepse në fund të ajetit thot është fundi ajetit wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, pra dijeni se Allahu është me të devotshmit. Ky ajet pra na nxit që të jemi të devotshëm, ta zbatojmë devotshmërinë, ruajtjen prej zemrimit të Allahut, duke i zbatuar urdhrat e tij dhe duke u larguar prej ndalesave të tij, me dituri prej Allahut, do të thonë veprimi i urdhrave të jetë me dritë, me dituri prej Allahut, edhe largimi prej ndalesave të jetë me dritë, me dituri që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe dobia e 10 tregon për cilësinë e meijes, se Allahu është me krijesat e tij. Pra këtu kemi dy dobi nga e njëjta fjalë. Pra dijeni se Allahu është me të devotshmit. Prandaj kjo tregon se ne duhet të përpiqemi që të arrijmë devotshmërinë, që të jetë ndihma e Allahut me ne. Nga ana tjetër, kuptojmë këtë cilësinë e të qenit të Allahut me krijesat e tij, dhe tregon se kjo ka dy lloje. Do të thonë që Allahu është me krijesat e tij është në dy kuptime. Kuptimi i parë i përgjithshëm, se Allahu është me gjitha krijesat e tij, edhe besimtar edhe mosbesimtar, edhe të mirë edhe të këqij, edhe bamirës edhe kriminal. Ajo është se Allahu është me ata me dituri, me mbikëqyrje, me shikim, me dëgjim, me fuqi edhe pushtet mbi ta. Do të thënë, gjitha krijesat janë njësoj në këtë aspekt, se Allahu është mbikëqyrësi i tyre dhe Allahu është që e di se cilën çështje të tyre, siç ka thënë Allahu në Kur'an: ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum.
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Më thot, çdo herë kur flasin mes veti 3 veta, Allahu është i katërti. Edhe kur flasin 5 veta, Allahu është i gjashti. Dhe as nëse janë numër më i vogël ose më i madh, ta mos harrojnë se Allahu është me ata kudo që të jenë. Do thot se Allahu është me krijesat, ky është kuptimi i përgjithshëm, se Allahu i mbikëqyr, i sheh, i dëgjon edhe me gjitha cilësitë e tij është me të gjitha krijesat. Mirë po ka edhe një meije të veçantë. Do të thonë të qenit Allahut me krijesat në kuptim të veçantë, dhe kjo nënkupton përkrahje, ndihmë dhe mbrojtje, që është, do të thonë, meije e veçantë për disa krijesa, siç janë njerëzit që kanë iman, njerëzit bamirës, ata që kanë sabër, durim, ata që kanë takwa, do të thonë ruajtje prej mëkateve. Ka thënë Allahu në ajete të ndryshme, për shembull, inna Allaha la ma'al muhsinin, pra Allahu është me bamirësit. Edhe ka thënë ma'as sabirin, është me durimtarët, ma'al mu'minin, Allahu është me besimtarët. Do thotë kjo meije, se të qenit Allahut me besimtarët, do të thotë përveç asaj që e thamë të përgjithshmes, dituri, mbikëqyrje, shikim, dëgjim, ose shpërblim dhe dënim, ajo është e përgjithshme për të gjithë. Kjo meije është e veçantë që do të thonë ndihmë dhe përkrahje edhe dhënie të fitores. Kjo është afërsia e veçantë. Po ashtu, kjo nga fjala e njëjtë e nxjerr edhe dobinë e 11 që është këtu në këtë ajet. Thotë se në këtë ajet tregohen shkaqet e fitores kundër armiqve. Ato shkaqe janë një, do thotë, bashkimi mes besimtarëve, edhe mosgrindja, pastaj ikhlasi, sinqeriteti në përkushtim ndaj Allahut. Pastaj gjithashtu që besimtari ta ketë parasysh armiqsinë e ashpër dhe të vrazhd të mosbesimtarëve kundër besimtarëve, që nënkupton se besimtari duhet t'i bëjë gjitha shkaqet për t'u përgatitur. Do të thonë përgatitje me fuqi, me armatim, duke mos e harru se Allahu na ka treguar që mosbesimtarët janë në prit edhe kanë armiqësi të madhe kundër besimtarëve, prandaj duhet të jenë të përgatitur. Dhe gjithashtu që të jenë të bindur se Allahu është me besimtarët dhe prandaj ta fitojnë takuan, që të jenë afër Allahut dhe Allahu të jetë afër me ata. Do të thonë këto janë disa meditime rreth këtij ajeti dhe disa dobi që fitojnë prej këtij ajeti. Pastaj në çështjen tjetër, pika 32, ka përmendur një ajet tjetër ku thot Allahu innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri yudillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Pra është kuptimi i ajetit innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Nësi është muaj shtesë që e kanë shtu mushrikët te muajt e ndaluar. E dim se muajt e ndaluar janë 4. Ato janë ose muajt e shenjtë apo muajt ku ndalohet lufta. Është muaji Dhul-Qa'da, muaji Dhul-Hijja dhe muaji Muharram, që janë një pas një. Këto janë një muaj para muajit Haxhit, muaji i Haxhit dhe muaji vijues. Do të thonë këto 3 muaj janë ku ndalohet lufta, dhe është muaji Rajab, që është vjen, do të thonë 2 muaj para Ramazanit. Pra vjen muaji Rajab, pastaj muaji Sha'ban, pastaj muaji Ramazan. Muaji Rajab dhe ato 3 muaj tjerë janë 4 të ndaluar. Mirë po mushrikët në kohën para Islamit i kanë ndryshu, kanë shtu nga një muaj, varësisht prej interesave të tyre, për të përfitu diçka prej
çështjeve të kamatës, domethënë për t'i shumëfisu, do thot kamatat e borxheve, për ta vënu luftën me disa fise që kanë pas interesa, domethënë ato që janë përmendur në librat e tefsirit. Me rëndësi është se ata kanë shtu te muajt e shenjtë, kanë shtu ndonjë muaj. Kjo ka qenë prej fesë Ibrahimit a.s. që kanë mbetur si rregull, mirë po ata kanë shtu ose kanë mangësu. I kanë shtu një vit, kanë bë muajt e shenjtë 5 muaj, për shembull, ose 6 muaj, vitin tjetër e kanë ndryshu. Kjo është ajo që e përmend Allahu në këtë ajet. Thot, ka thënë muaji i shtesë është vetëm shtesë në mosbesim. Inna nasiu ziyadatun fil kufr. Do të thonë kjo është vetëm shtesë në kufër. Yudallu biha alladhina kafaru. Yudallu bihi alladhina kafaru. Për shkak të tij jo besimtarët shkojnë në humbje. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Do të thonë një vit e kanë lejuar, një vit e kanë ndaluar. Do të bëhet fjalë për muajin e njëjtë. Një vit ai ka qenë muaj i ndaluar për ta. Vitin tjetër ka qenë i lejuar për ta plotësuar muajin e për ta plotësuar numrin e muajve që i ka ndaluar Allahu. Dhe thot fayuhillu ma harrama Allah. Do të thonë kështu ata që ta lejojnë atë të cilën e ka ndaluar Allahu. Do të thonë qëllimi i tyre ka qenë që të bëjnë hile, të bëjnë, do të thonë, mashtrime te rregullat që i ka caktuar Allahu, që ta bëjnë halalin haram ose haramin halal. Pra ky është kuptimi i këtij ajeti dhe dobia që e nxjerr autori rahimahullah është ndalesa e të gjitha llojeve të mashtrimeve për ta lejuar që e ka ndaluar Allahu, do të thonë mashtrime që i bëjnë njerëzit te rregullat e qarta që bëjnë diçka kur vjen puna e zakatit ose puna e sadakatul fitrit ose cila do qoftë çështje tjetër, do thënë hilet e këtilla janë devijim edhe janë rrugë e kufrit. Do thënë nëse njeriu bën mashtrime të këtilla ose pretendime për ta lejuar që e ka ndaluar Allahu ose për dalë prej asaj që e ka obligim, kjo është, do të thënë, rruga e mosbesimtarëve. Dobia e radhës është dobi që e përmbledh prej një numri të madh të ajeteve. Dhe thot autori rahimahullah, thirrsi për tek Allahu dhe thirrsi për në fenë e Allahut ka mënyrë, ka mjet dhe ka qëllim. Pra duhet këto t'i mbajmë mend. Thirrja për në rrugën e Allahut ka një rrugë, një mënyrë. Ka mjete dhe ka qëllim. Qëllimet janë dy qëllime. Qëllimi i arritjes së shpërblimit të thirrjes dhe qëllimi i udhëzimit të njerëzve. Do të thonë këta janë dy qëllime. Të arrish shpërblimin e thirrjes për në rrugën e Allahut dhe gjithashtu qëllimi tjetër që njerëzit të udhëzohen. Kurse mënyra, rruga, thot është që të bëhet thirrje, thot autori rahimahullah, ad-da'watu bil haqqi ila al-haqqi lil haqqi. Do të thonë, të bëhet thirrje me të vërtetën dhe për të vërtetën dhe për hir të vërtetës. Do të thonë thirrje tek e vërteta, thirrje me të vërtetën dhe thirrje për tek e vërteta. Çka do thotë kjo? Do të thonë thirrja tjetër me mënyrën e vërtetë, që është hak. Dhe tjetë thirrje për në të vërtetën, që është ajo që e ka zbritur Allahu në Kur'an dhe përmes sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tjetë për hir të vërtetës, do të thonë tjetë për fenë e Allahut, për të arritur kënaqësinë e Allahut. Këto dobi janë nxjerrë prej një numri të ajeteve, siç është fjala e Allahut ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Do të thonë thirr për tek Allahu me urtësi dhe me këshilla të mira.
dhe polemizoj ata me atë që është më e mira. Do të thonë, kjo është mënyra. Kjo është thirrje me të vërtetën. Kjo është e vërteta e thirrjes, që të bëhet me urtësi, të bëhet me këshilla të bukura dhe me polemizim, me debat në mënyrën më të mirë, më të bukur që ekziston. Pastaj tjetri ajet ku ka thënë Allahu qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, do të thonë thuaj kjo është rruga ime, unë thres për tek Allahu me dituri të qartë. Kjo është rruga ime dhe atyre që më pasojnë mua, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, i lartësuar është Allahu, pra larg nga prej çdo tmete është Allahu dhe unë nuk jam prej mushrikëve. Këtu sqarohen dy çështje, sqarohet qëllimi i thirrjes, do të thënë ti përsëritim edhe një herë ato që ishin shtyllat thirrjes, pra rruga e thirrjes të jetë e vërtetë. Synimi përse thirret të jetë i vërtetë dhe qëllimi të jetë i vërtetë. Do të thënë rruga e thirrjes e pam që është të jetë me urtësi, me mençuri dhe të jetë me këshilla të mira, dhe të jetë me polemizim, se patjetër kur thret në fenë e Allahut, patjetër se dikush do të kundërshtojë, edhe do të polemizojë ose do të bëjë pyetje. Dhe polemizimi, përgjigjja të jetë në mënyrën më të mirë, të jetë me urtësi duke e vendosur secilën çështje në vendin e vet, secilën fjalë aty ku e ka vendin, duke i matur, edhe kjo nuk fitohet asesi përveç se me dituri prej Kuranit dhe Sunetit. Edhe me këshilla të mira, me dashamirësi, të jetë thirrja, qëllimi i thirrjes të jetë kënaqësia e Allahut. Ad'u ila Allahi. Do të thonë thrasësh për tek Allahu. Thotë jo për diçka tjetër, pra të thrasësh për në fenë e drejtë të Allahut subhanahu wa ta'ala, thrasësh për atë që është e vërtetë. Edhe kjo gjithashtu nuk mund të arrihet asesi përveç se me dituri, që të njihet Kurani dhe Suneti, pra ta dish atë për në të cilën thret. Edhe prandaj ka thonë ala basira, me dituri të qartë. Basira do të thonë është shikim i zemrës, që të jetë dituria ashtu dritë e fuqishme edhe pastërti që të jep shikim të qartë, edhe të jetë për madhrimin e Allahut edhe largim prej shirkut, subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, edhe kjo është shenjë për ikhlasin, do të thonë që të jetë pastër për Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të është e vështirë pak për mua të përshtas gjitha këto fjalë të shqip, për të merren vesh, do të thonë bil haq, të jetë thirrja me të vërtetën. Ila al haq, thirrje në të vërtetën, dhe lil haq, për hir të vërtetës. Pra tham haq, tu thirrja për në të vërtetën është feja e Allahut, Kurani dhe Suneti. Patjetër duhet me dituri. Lil haq, për hir të vërtetës, do të thonë e vërteta për cilën thirret është Allahu subhanahu wa taala. Do të jetë vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut, jo për tu dukur, për tu bërë i njohur etj. Do të thonë duhet dihet se thirrja për në rrugën e Allahut është vepër e mirë, është ibadet gjithashtu, siç tham pak më herët, dhe secili ibadet duhet plotësoj patjetër dy kushte që të pranohet tek Allahu. Ibadeti duhet të jetë pastër, i përkushtuar vetëm për Allahun dhe të jetë vetëm sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse mungon njëri prej këtyre dy kushteve, ai nuk pranohet tek Allahu. Nëse nuk është pastër për Allahun, atëherë asnjë vepër e përzier me shirk nuk pranohet tek Allahu, se ka thënë Allahu në hadith kutsi, ana aghna shuraka yani shirk, un jam që nuk kam nevojë për shirk, për ortakri. Prandaj kush bën një vepër që ma shoqëron aty dikën tjetër, unë e lë atë dhe shirkun e tij. Edhe gjithashtu në lidhje me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush bën një vepër që nuk është sipas rrugës tonë, ai është i refuzuar. Prandaj, do të thonë kjo është rruga e thirrjes. Dhe thirret për në fenë e Allahut
për hir të Allahut. Qëllimi që e përmendëm më herët, do të thonë është të arrish shpërblimin e thirrësit dhe të arrish udhëzimin e njerëzve. Prandaj, nëse njeriu, thot autori rahimahullah, nëse dikush thret me urtësi, me këshilla të mira, me polemizim me më të mirën, dhe thret për tek e vërteta, e cila është rruga e Allahut, udha që çon njeriu te shpërblimi i Allahut, do të thënë te xheneti, atëherë e kuptojmë se ky njeri thret gjithashtu për hir të Allahut. Do të thënë, nëse thret me mënyrën e saktë, në synimin e saktë, atëherë edhe qëllimi i tij është për hir të Allahut. Do të thënë se është i sinqert për Allahun dhe e do fytyrën e Allahut. Atëherë ai do të arrijë patjetër njërin prej dy qëllimeve të thirrjes. Patjetër ose do të arrijë shpërblimin, do të thënë njëherë shpërblimin e thirrësit do të arrijë patjetër, nëse i ka këto 3 kushte. Që është, do të thënë, shpërblim i trashëgimtarëve të pejgamberëve, varësisht se sa ka punu për këtë. Do të thënë, thirrja për tek Allahu është detyrë e pejgamberëve, dhe ata të cilët e vazhdojnë këtë rrugë janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Prandaj, ai i cili e bën thirrjen me rrugën e saktë, për në të saktën dhe për hir të Allahut, ai e arrin shpërblimin që është shpërblim madhështor, edhe është shpërblimi prej shpërblimeve më të mira, sepse Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Do thënë, kush i ka fjalë më të mira ose kush flet më bukur se sa ai që thret për tek Allahu, që do thotë është biseda dhe fjala e atij që flet për të thirrur në rrugën e Allahut është diçka e dashur tek Allahu, është që Allahu e do dhe është i kënaqur me të. Prandaj nëse e ka me sinqeritet, edhe nëse e ka me rrugën e saktë, atëherë ai e ka shpërblimin e madh. Pastaj qëllimi i dytë është udhëzimi i njerëzve, dhe ky udhëzim mund të realizohet, mund mos realizohet. Se udhëzimi i njerëzve mund të ndodhë nëse do Allahu t'i udhëzoj, por mund të ndodhë që njerëzit kundërshtojnë, edhe armiqsojnë, edhe shqetësojnë atë që bën thirrje, me fjalë, me vepra, me pengesa dhe shqetësime të lloj-llojshme. Atëherë ai duhet të duroj dhe të shpresoj shpërblimin e Allahut. Kjo nuk duhet ta lakoj edhe ta largoj prej rrugës thirrjes. Dhe më thënë, në qofë se ka thirrur me të vërtet ashtu si duhet, edhe nuk sheh përgjigje, e sheh se njerëzit nuk i përgjigjen, nuk ja pranojnë thirrjen, madje edhe e kundërshtojnë, e shqetësojnë, e sulmojnë, e pengojnë, duhet të vazhdoj prap, sepse ai është në një vepër madhështore, edhe nuk ka dyshim se me këtë arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet as sesi të ndryshoj, ta larë rrugën ose ta ndryshoj rrugën. Kjo është sprova e madhe në të cilën bien shumica e thirrësve, pasi thret një kohë, edhe e sheh se nuk i përgjigjet askush, atëherë ndryshon rrugën ashtu si i përshtatet njerëzve që t'i përgjigjen, dhe harron qëllimin e parë, sepse nuk është qëllimi kryesor udhëzimi i njerëzve. Udhëzimi i njerëzve është në dorën e Allahut, nuk është në dorën e njeriut. Allahu ka thënë: "Lejsa alejke hudahum, walakin Allaha yahdi man yasha." Do të thënë, nuk është në dorën tënde udhëzimi i tyre. Allahu e udhëzon këtë doj. Dhe për shkak të kësaj, njerëzit, do të thënë, angazhohen me atë që nuk e kanë në dorë dhe e lanë atë që e kanë në dorë. Do të thënë, angazhohet vetëm që njerëzit ta pranojnë dhe ta përkrahin, dhe kurse kjo nuk është në dorën e tij, dhe la atë që ka qenë në dorën e tij, që është ta flasë të vërtetën edhe të thrasë në të vërtetën. Këto janë disa kuptime që i ka fitu autori rahimahullah prej shumë
ajeteve, por sidomos prej këtij ajeti që vjen në vijim, ku thot Allahu i lartësuar فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Do thot në këtë ajet thot Allahu mund të ndodh që ti, do të thënë i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mund të ndodh që ti ta lësh diçka nga ato që të janë shpallur ty dhe të ngushtohet krahërori. Kjo mund të ndodh thirrsit që lë ndonjë çështje që e ka obligim ta thotë dhe ngushtohet zemra. Pse? Pasi ata thonë, pse nuk i është dërguar në një thesar, pse nuk i është dërguar pasurit, më thënë që të shihet se është pejgamberi i Allahut, pse nuk i ka ardhur, nuk i zbret ari prej qiellit, ose thonë, pse nuk vjen një melajke me të, e unzile alehi melek, do të thënë pse nuk i është zbritur një melajke që ta përkrahë, thotë, ne jemi të dërguar prej Allahut. Këto janë pyetje të njerëzve që nuk duan ta pranojnë të vërtetën. Thotë, kur polemizon me një njeri duke tregu argumentet edhe të vërtetën, nëse do ta pranoj, bën pyetje rreth asaj që ta kuptoj më mirë. Nëse nuk do ta pranoj, bën pyetje që janë pa kuptim, edhe pa dobi. Edhe këta mushrik, do të thonë, kanë thonë pse nuk i vjen pasuria prej qiellit, pse nuk vijnë me lajke, pse nuk e ka bërë kështu, pse muslimanët kështu nuk janë të parët në botë, pse mosbesimtarët kanë përparuar në teknologji, në ekonomi, nuk e di çka, e tjera, do të thonë janë vetëm pyetje të njerëzve këmbgulës në të kotën, do të thonë ata që nuk duan ta pranojnë të vërtetën. Dhe për shkak të kësaj, kur e sheh gjithë këtë kundërshtim, njeriu mund edhe të ngushtohet, edhe ta lërë në një pjesë të asaj që e ka urdhëruar Allahu, mirë po, Allahu e përkujton dhe i thot, innema anta nadhir, do të thonë ti je vetëm paralajmërues. Innema anta nadhir, do të thonë ti je vetëm paralajmërues. Wallahu ala kulli shay'in wakil, dhe Allahu kujdeset për çdo gjë. Pra, mos harro se obligimi yt është paralajmërosh, ti thrasësh njerëzit. Nuk është obligimi yt që ti ndalësh fjalët e tyre, që ti udhëzosh zemrat e tyre. Për këto çështje është wakil Allahu. Do të thonë ai është që kujdeset për këto çështje. Ti detyra jote është vetëm të thrasësh dhe prandaj njeriu nuk duhet të dëshpërohet edhe të brengoset nëse njerëzit nuk e pranojnë udhëzimin edhe kundërshtojnë, sulmojnë me fjalë akuzuese, me pyetje të kota të këtilla. Prandaj, do të thënë, njeriu duhet të vazhdoj në atë që e ka rrugë. Do të thënë, ti duhet ta njohësh rrugën tënde dhe të vazhdosh në rrugën tënde. Shiko, pejgamberët e Allahut të gjithë, edhe sidomos shembulltyra jon dhe i dashuri jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë vazhduar pa marrë parasysh reagimet e njerëzve. Ndoshta disa pejgamber njerëzit i kanë përkrahur, edhe shtu numri i besimtarve. Kjo nuk e ka bë pejgamberin që ta ndryshoj rrugën. Disa pejgamber ka që nuk janë përgjigj njerëzit, e kanë kundërshtuar. Edhe kjo prap nuk ka bë që ai ta kundërshtoj rrugën. Rruga është e njëjtë, edhe vazhdon njësoj. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit vjen ndonjë pejgamber që ka një grup të madh, një popull të madh. Vjen ndonjë pejgamber që ka numër të vogël. Dikush vjen me 3 ose 2 veta që janë pasues tij. Dikush vjen me 1 person që e ka besu dhe vjen ndonjë pejgamber që nuk ka me vete asnjë. Do thotë ka pejgamber që nuk kanë asnjë besimtar që i ka pranuar udhëzimin prej tyre. Kjo a do të thotë se këta pejgamber kanë gabuar në thirrjen e tyre? Asesi. Do thotë pejgambert padyshim kanë thirrur me të vërtetën, do thënë me dituri të qartë që ka ardhur prej Allahut, kanë thirrur gjithashtu me rrugën e vërtetë, që është urtësia, mençuria, këshilla e mirë, dhe kanë thirrur vetëm për hir të Allahut.
nuk kanë thirrur për diçka tjetër. Mirë po, Allahu ka dashur e ka udhëzuar dhe ka dashur e ka devijuar, kështu që ka pejgamber që vinë pa pasues, pa përkrahës, mirë po, atyre shpërblimi i thirrjes nuk u ka humbur. Prandaj, nëse nuk udhëzohen njerëzit, nuk të humb shpërblimi, ti vazhdo në thirrjen tënde. Shpërblimi për thirrjen vazhdon, por edhe nëse udhëzohen njerëzit, ajo është edhe më mirë, se si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Do të thënë nëse Allahu udhëzon një njeri përmes teje, është më mirë për ty se sa devete kuqe. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men da'a ila huda kana lahu min al-ajri, do të thënë kush thret për në udhëzim, ai ka shpërblimin e atyre që veprojnë sipas thirrjes së tij, pa ju paksuar shpërblimi edhe atyre deri në ditën e gjykimit. Do të thënë, nëse udhëzon një njeri sot, dhe ai njeri vepron sipas udhëzimit tënd dhe vazhdon udhëzimi edhe ai e përhap të tjerët, do të thotë sa më shumë që veprojnë me atë udhëzim, aq më shumë shtohen shpërblimet. Por edhe nëse kjo nuk ndodh, shpërblimi i thirrjes nuk humb. Edhe veprat vlerësohen sipas pastërtisë së zemrës. Ndoshta dikush ka më pak rezultat, po mund të ketë shpërblime më të mëdha, edhe dikush mund të ketë njerëz më të shumtë për shpërblime më të vogla. Në dobin tjetër, thot në lidhje me ajetin wa idha massa an-nasa durrun da'u rabbahum munibina ilayhi. Pra kur njerëzit i kaplon ndonjë vështirësi, ata i luten Allahut, luten Zotit të tyre, të kthyer me sinqeritet ka hai. Thumma idha adhaqahum minhu rahma idha fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Pastaj kur Allahu u jep atyre mëshirë, atëherë një grup prej tyre vazhdojnë në shirk. Kjo thot edhe ajetet ngjashme, do të thënë ajetet shumëta. I keni dëgjuar me siguri shumë prej këtyre ajeteve, si ka thënë Allahu kur hipin anije në det, edhe kur i shohin valët që i vërsulen nga secila anë, atëherë i luten Allahut me sinqeritet, edhe me pastërti, vetëm Allahut. Pastaj kur shpëtojnë në tokë, kur Allahu i shpëton në tokë, atëherë vazhdojnë në shirk. Do të thënë ajetet shumëta ku e ka përmendur këtë kuptim Allahu i lartësuar. Thot autori rahimahullah, nëse kjo është e saktë për bazën e fesë, për tauhidin, atëherë, do të thënë që në çështjen e tauhidit dhe shirkut, njerëzit kur janë në vështirësi e zbatojnë tauhidin. Pastaj kur janë rehati bëjnë shirk, atëherë edhe ndegët e fesë gjithashtu kjo ndodh. Do të thënë ndoshta dikush nuk bën shirk, mirë po, në lidhje me mëkatet edhe gjunahet, edhe bidate e tjera, thot nëse ka rehati, i bën mëkatet. Nëse ka vështirësi, atëherë pendohet edhe kthehet. Do të thënë kur të vije ndonjë vështirësi, është të rregullt në xhami, është të përulur, ndoshta lutet duke qarë, i ngre duart, i përulet Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kur të kalojë ajo vështirësia, kthehet sikur mos kishte ndodhur asgjë. Kjo është ajo e keqja, se mos ta keq kuptojmë, pasi kur të vijë një vështirësi edhe ndonjë sprov, njeriu duhet të pendohet, edhe të kthehet, të shtoj veprat e mira. Mirë po, kur të largohet ajo sprov, duhet të vazhdojë në atë rrugë. E nëse kthehet prapë në rrugën e mëparshme, do të thënë e ka këtë cilësi ose këtë deg të shirkut, sepse kështu i ka quajtur Allahu mushrikt. Se kur vjen vështirësia, i luten Allahut. Kur largohet vështirësia, ose kur Allahu e largon vështirësinë dhe i shpëton, atëherë i kthehen shirkut. Pra edhe një njeri nëse është në esencë musliman, që kur të vije vështirësia, i kthehet namazit, i kthehet veprave të mira, largohet prej harameve, pastaj kur largohet vështirësia, i kthehet njësoj atyre që ka qenë më përpara, atëherë do të thënë kjo është deg
e shirkut. Edhe ky është devimi më i madh, sprova më e madhe që i ndodh njeriu, thotë që ta njohë Allahun vetëm kur ka vështirësi. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Do të thonë afroju Allahut që njihe Allahun kur je në rahati dhe Allahu do të njohë kur të kesh vështirësi. Pra kur njeriu është i qetë, i pasur, i fuqishëm, atëherë njeh Allahun, e bën ibadetin, i kryen obligimet, largohet prej haramit. Atëherë kur të vi vështirësia, dobësia, varfëria, uria, smundja, lufta, atëherë do ta kesh mbrojtësin dhe ndihmësin më të madh Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ka ndodhur te Yunusi alayhi salatu wassalam. Ka thënë Allahu: "Falawla annahu kana min al-musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Do thënë me që Yunusi alayhi salam ka qenë ibadetxhi, min al-musabbihin, që shumë e ka madhru Allahun, po mos kishte qenë kjo, do të kishte mbetur në barkun e peshkut deri në ditën e gjykimit. Çka është ajo që e ka shpëtuar Yunusin alayhis salam prej kësaj vështirësie të madhe? E ka shpëtuar që kur ka qenë në rahati dhe s'ka pas vështirësi, atëherë e ka njoftë Allahun dhe i është lutur Allahut vazhdimisht. Prandaj ka thënë gjithashtu në ajet tjetër Allahu: "Wa najjaynahu min al-gham", pra e shpëtuam prej vështirësisë edhe prej brengës. "Wa kadhalika nunji al-mu'minin", do të thonë këtë mënyrë ne i shpëtojmë besimtarët. Thotë besimtarët që e njohin Allahun, besojnë në Allahun, e zbatojnë tauhidin, i kryejnë obligimet dhe largohen prej ndalesave, kur janë në rahati, edhe në qetësi, edhe në pasuri e kështu me radhë, atëherë kur të vinë vështirësitë, Allahu i shpëton dhe i ndihmon. Pra kjo është hadithi që përmenda më herët, përmenda autori: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha", pra njihe Allahun në rahati, ya'rifka fi ash-shidda, dhe Allahu do të njohë në vështirësi. Prandaj thot autori, e afërt me këtë, pra tani folëm për ibadetin ose tauhidin dhe shirkun, ibadetin dhe mëkatin. Mirëpo e ngjashme me këtë është edhe çështja tjetër, se zakonisht njerëzit e jetës luksoze i kanë mohuar pejgambert, dhe i kanë kundërshtuar pejgambert. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Do të thënë çdo herë kur kemi dërguar një të dërguar në ndonjë vend, aty njerëzit e jetës luksoze kanë thënë: "Ne e mohojmë këtë që me të cilin ju jeni dërguar." Do thotë ka tregu Allahu se shkaku i refuzimit të thirrjes pejgamberëve ka qenë jeta luksoze, që do thotë se zgjerimi në luks edhe në të mirat e dunjas është, do të them, prej shkaqeve kryesore për ngurtësimin e zemrës dhe refuzimin e të vërtetës. Thotë nëse njeriu zgjerohet shumë në çështjet e luksit dhe i mbledh gjitha të mirat e dunjas dhe gjitha rahatit fizike edhe e tepron, thot, me të mirat e dunjas, atëherë kjo bëhet shkak që t'jetë i vrazhd ndaj të vërtetës, edhe mos e pranoj imanin. Kjo vlen, ka thënë autori, e shohim për bazën e fesë. Do thot, ata njerëz që kanë qenë të zgjeruar në luks, nuk e kanë pranuar as bazën e fesë, nuk e kanë pranuar thirrjen e pejgamberëve. Por duhet mos harrojmë se edhe më shumë vlen në degët e fesë. Do thotë edhe nëse dikush nuk është prej atyre që e mohojnë imanin, është besimtar edhe pranon Kur'anin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
Mirë po në qofë se zgjerohet në knatësit fizike, do më thënë edhe në përhapjen e luksit të jetës së tij, atëherë patjetër do të ketë diçka prej fesë që nuk mund ta pranoj, sepse shtimi i luksit bie dame të mëdha, thot autori rahimahullah, bie dame shumë të mëdha, që janë do thot mjafton që njeriu adaptohet që mos të përjetoj vështirësi, kurse në disa ibadete duhet patjetër sakrifikim dhe vështirësi. Atëherë jeta luksoze e bën njeriu që të ketë mendjematësi, të nënçmojë të tjerët, të ketë syefaqësi, mburje, krenim me vetveten, gjithashtu edhe që të fitoj shok të këqij. Do thotë të shtoj shokët e këqij, shokët e luksit gjithashtu. Kjo është çështje e rrezikshme. Kur njeriu mësohet me jetë luksoze, do të thoni duket e vështirë të bëj disa ibadete. Edhe me keqardhje të madhe kanë pa njerëz që kanë jetë luksoze, pasi Allahu ju ka dhënë pasuri. Duhet ta dimë se pasuria dhe jeta luksoze nuk janë njësoj, nuk janë barabarta. Ka mundësi dikush të ketë pasuri të madhe, por mos jetë i dhënë pas luksit. Edhe ka njerëz që nuk kanë pasuri, por janë të dhënë pas luksit. Më thënë, ka njerëz që kanë pasuri të madhe, edhe jetojnë jetë luksoze, edhe kjo është keq. Mirë po ka njerëz që nuk kanë pasuri, por gjithmonë përpiqen vetëm për luksin. Madje edhe nëse duhet të hyjnë në përborxhe, me mashtrime, me vjedhje, edhe me pasuri haram, vetëm që ta arrijnë luksin. Edhe kjo, prandaj do të thënë, luksi është diçka dhe pasuria është diçka tjetër. Ka njerëz që kanë pasuri të mëdha, por nuk janë të dhënë pas jetës së dunjas. E marrin prej dunjas atë që nevojitet, edhe që duhet. Kështu që njerëz që kanë jetë luksoze, kanë pasë, kanë provu, kjo është një rast konkret, ndoshta ja vlen për të marrë mësim, se mos t'jenë gjitha këto vetëm teori, për të dim se edhe në praktikë, edhe në kohën tonë, edhe në mesin tonë, ekzistojnë. Thot njeri kam dëgju që ka thënë nuk shkoj në haxh asnjëherë më. Do të thonë njerë ka qenë, edhe ka thënë nuk shkoj asnjëherë, edhe shkaku ishte fjetja në Mina, në kushte jo shumë luksoze për ta. Kështu që edhe pastaj shoqëria e keqe që përmendet këtu, gjithashtu është dëshira për luks të detyron të marrësh shok të këqij. Pasi i kërkon shokët me të cilët mund ta shprehësh luksin edhe mendjematësinë e kështu me radhë. Allahu na ruaj prej gjithave këtyre. Pra në përgjithësi thot autori rahimahullah se teprimi dhe luksi i bien dëm, i sjellin dëm, do të thënë njeriu më shumë se këto që i përmendëm. Prandaj njeriu duhet të jetë mesatar, gjithmonë mesatar në ushqimet e tij, në pijet e tij, në veshjet e tij, në vendbanimin e tij, në mjetin e udhëtimit, do të thënë të jetë mesatar, mos e kërkoj atë më luksozen, edhe gjithashtu mos bjerë nën ato të mirat që ja ka dhënë Allahu. Thot të mirat që ti ka dhënë Allahu, Allahu do që ti shohë te ti, por mos jetë me teprim në luks. Edhe mos jetë më shumë se sa është nevoja. Sa atëherë njeriu mësohet me këta, edhe shpirti i tij, do të thënë, stërvitet në atë mënyrë që bëhet si shpirtrat e kafshëve. Do të thënë që kërkon vetëm kënaqësi fizike, nuk i intereson atëherë për pastrimin e shpirtit e për ngritjen e shpirtit, për ibadetin e kështu me radhë. Kështu që nëse njeriu largohet prej këtyre cilësive, atëherë gjen rehati edhe kënaqësi edhe në ibadetin, edhe kur e dëgjon fjalën e Allahut, edhe kur shoqërohet me njerëz të imanit. Përmendëm edhe për shoqërimin, do të thënë nëse shoqërohesh me njerëz të diturisë, të adhurimit, të imanit dhe devotshmërisë, nëse je me luks, do të thënë kjo nuk të jep
knatësi, i kërkon njerëzit e luksit. Por nëse largohesh prej luksit, ndjen knatësi dhe ëmbëlsi në shoqërimin me njerëz të devotshëm. Prandaj ka përmendur këtu më në fund se Omeri radhiyallahu anhu, kur është shtu pasuria e muslimanëve, është shtuar pasuria, Omeri radhiyallahu anhu i ka shkruar letra në punësve të tij që të largohen prej luksit, edhe të më shumë të praktikojnë jetën e vrasësisë edhe vështirësisë, edhe të largohen prej atij luksit edhe butësisë e kështu me radhë. Pra kjo ka qenë këshill, siç tham, edhe pse është shtu pasuria, i ka urdhëruar të largohen prej luksit. Pra mos t'i barazojmë pasurinë me luksin. Pasuria nuk është e qortuar, por shpenzimi i kohët edhe teprimi në luks është diçka që qortohet. Dhe për këtë shkak ne shohim se në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, edhe pse edhe në kohën e asaj periudhe të selefit, edhe pse te muslimanët është shtu pasuria dhe shtu fuqia, nuk është paraqitur prishja dhe devijimi. Edhe nuk është paraqitur dobësia në aspektin e shpirtit edhe ibadetit. Kurse në kohën e Andaluzis, kur është shtu pasuria, është shtu edhe luksi, saqë kur lexohet në historinë e Andaluzis, lexon edhe gjëra që duken edhe si të pabesueshme. Mënyra e ndërtimit të pallateve, mënyra e lumenjve, kopshteve, mënyra e ushqimeve tjera me radhë, është pothuajse e pabesueshme si kanë vepruar, edhe kjo ka shkaktuar në dobësim të moralit të tyre, edhe dobësim përgjithësi të asaj shoqërie që ka sjell deri te humbja e shoqërisë, edhe humbja e pushtetit e kështu me radhë, humbja e fuqisë islamit. Prandaj Omeri radhiyallahu anhu u ka dërguar këtë këshill edhe urdhër që të largohen njerëzit prej luksit. Deri këtu mjaftojmë për sot me këto dobi, duke e lutur Allahun që të na bëjë të dobishme atë që mësojmë dhe e dëgjojmë, dhe të na mësoj atë që na bën dobi, si dhe të na shtoj diturinë e dobishme, të na e përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lërë të mbështetemi në vetët tona asnjë çast. O Allah, ne të kërkojmë qëndrueshmërinë në fe dhe vendosmërinë në udhëzim, të kërkojmë shkaqet e faljes tënde dhe sjellësit e mëshirës tënde, të kërkojmë të falenderojmë dhuntitë tua dhe të adhurojmë në mënyrën më të mirë, të kërkojmë zemër të shëndosh dhe gjuhë të sinqert, të kërkojmë të mirat që ti i di, strehohemi të ti nga e keqja që ti e di, dhe kërkojmë falje për ato që ti i di, ti e i gjithdijshëm për fshehtësitë, na e përmirëso fenë, e cila është çështja jonë kryesore, na e përmirëso dynjan në të cilën është jetesa jonë, na e përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na e bëj vdekjen rahati nga çdo e keqe. O Zoti ynë, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet dhe na mbron nga poshtrimi në dynja dhe dënimi në ahiret. O Allah, ne të kërkojmë udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe dinjitet. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë, dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na sulmon, mos na ços provën në fenë tonë dhe mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturinë tonë, dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron, i lartësuar dhe i shenjtë i tij, e gjithë lavdia të takon ty. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Teje, kërkoj falje dhe pendohem te ti. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad